Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë hurma arabie duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë lajm. Do ngeleni pa fjalë. Hurmat arabis ndihmojnë në mëlçin dhe veshkat tuaja dhe i mbrojnë ato nga toksinat. Ato janë të dobishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Janë të pasur me antioksidan dhe parandalojnë dëmet e shkaktuar në ADN, por edhe infeksionet tuaja. Bërthamat e tyre janë të mira edhe në lehtësimin e problemeve dhe komplikacioneve të ngjashme. Një studim i kohëve të fundit tregoi se hurmat kanë potencial të mbrojnë organizmin ndaj komplikacioneve fillestare, të cilat prekin mëlçin dhe veshkat, duke u kthyer kështu në një aleate të mirë për shëndetin tuaj. Ka mënyra të ndryshme të shijimit të hurmave të arabis. Mund t'i përdorni kur përgatisni ëmbëlsira ose thjesht t'i shijoni ashtu siç janë. Blerja e këtij fruti të ëmbël është po aq i lehtë sa dhe ruajtja dhe magazinimi i tyre. Sidomos nëse kërkoni që ato të cilat nuk kanë shtresa sheqeri, ju mund të përfitoni më shumë nga ato që kanë benefite më të mira. Konsumi i hurmave të arabis është shumë i mirë për të gjithë ata që duan të mbajnë trupin në formë ose të bien nga pesha. Ky sepse ky frut i ëmbël përmban pak yndyrë dhe nuk ka kolesterol, citonel pikon. Hurmat arabis janë perfekte për të ngrënë me zvakteve ose të ëmbëlsuara, jo vetëm për ata që duan të bajnë linjat, por edhe për të gjithë ata që vuajnë nga tensioni i lartë dhe sëmundjet e zemrës. Një tjetër e mirë që hurmat arabis kanë është se përmbajnë fibra të tretshme të cilat mbrojnë kundër shëndetit kardiovaskular. Fibrat e tretshme parandalojnë formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolit në arterje. Hurmat arabis kanë fibra të patretshme nga të cilat largojnë toksinat e zorrve duke shmangur kapsllëkun dhe duke ndihmuar në një sistem më të shëndetshëm të tretjes. Janë burime shumë të mira të energjive. Vërtet që janë të ëmbla për shkak të përmbajtjes së sheqerit, megjithatë sheqeri që ato përmbajnë nuk është ai që përdoret për të pjekur ose për të përpunuar ushqime të tjera të ëmbla. Për të nisur mirë ditën, shtoni edhe tërshër hurma arabie çdo mëngjes. Në çdo kohë, ushqyerja me hurma të arabis është mënyra më e mirë për të rifituar energji. Ato nuk janë të mira vetëm për të dhënë energji. Për shembull, furnizojnë trupin me ekur dhe minerale të duhura për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Ekuri ndihmon në qarkullimin e mirë të gjakut duke parandaluar kështu zhvillimin e anemisë. Gjithashtu ato janë të pasur me kalcium, lëndë ushqyese kjo që ndihmon në forcimin e dhëmbëve dhe të kockave. Ato përmbajnë magnez, i cili është i dobishëm në funksionin e muskujve dhe sistemin nervor. Kjo lëndë ushqyese është shumë e rëndësishme dhe në forcimin e kockave. Bakri, zinku dhe magnezi, tre lëndë ushqyese tek frutat që luajnë një rol në sistemin imunitar. Hurmat arabis janë të pasura me vitaminën A, e cila është shumë e mirë për shëndetin e syve. Ky antioksidues ka një rol kyç kur bëhet fjala në mbrojtjen e shikimit dhe parandalimin e degenerimit makular që lidhet kryesisht me moshën. Hurmat arabis përbëhen nga vitamina K, lëndë ushqyese që nxisin formimin e muskujve. Vitamina K është shumë e mirë në parandalimin e problemeve të prostatës, të mëlçisë dhe problemeve të imunitetit. Ky frut mund të shërbehet rregullisht në tavolinë dhe të jetë i gjithanshëm në kuzhinë. Me që janë të shijshme, si të vegjëlit ashtu dhe të rriturit mund të përfitojnë nga vlerat të tyre ushqyese dhe nga benefitet shëndetësore që i ofrojnë organizmit. Hurmat arabis janë plot me vlera të shijshme me nivele të larta ushqyese. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh. Hurmat arabis janë një burim i pasur i fibrave të shëndetshme, mineraleve dhe vitaminave. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit, problemeve me tretjen, sistemin tretës. Hurmat arabis gjenden kudo në dyqanet ushqimore të shëndetshme në vendin tonë. Në këtë video do të listojmë sugjerimet mbi mënyrën dhe sasinë ditore të rekomanduar të hurmave. Dëgjuesit duhet t'i provojnë të paktën 3 hurma në ditë dhe do të ofrojë disa vlera të mira në shëndetin tuaj, ku do t'i rendisim disa nga përfitimet më të veçanta që do të merrni sipas breqçait nga konsumi i hurmave. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet. Kaliumi që gjendet te hurmat ul rrezikun e goditjeve në trup. Për më tepër, nëse përfshini hurma në dietën tuaj, do të ulni nivelin e kolesterolit të keq.
Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut duke bllokuar ato dhe duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit në gjak nënkuptojnë që zemra është e rrezikuar nga bllokimi i menjëhershëm që mund t'i ndodhin enëve të gjakut. Ngrënia e hurmave mund të ulë kolesterolin dhe të mbajë zemrën e sigurt. Përmirëson nivelin e energjisë. Hurmat e arabisë janë të mbushur me sheqerna natyral që përfshin fruktozë, sukrozë dhe glukozë. Kjo i bën një ushqim të favorshëm për ato që kanë nevojë të rrisin nivelin e energjisë. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta dhe promovoni energjinë dhe konsumoni disa hurma arabie. Fibrat që ato përmbajnë do të parandalojnë shpërthimin e pakontrolluar të sheqerit, siç ndodh me ëmbëlsirat e tjera. Ato përmirësojnë aparatin tretës. Hurmat e arabisë përmbajnë sasi të konsiderueshme të fibrës së tretshme që është thelbësore për sistemin e mirë tretës, sepse arrin të orientojë në ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë në aparatin tretës. Kjo teknikë ndihmon organizmin të shmangë konstipacionin. Kaliumi që gjendet te hurmat e arabisë ndihmon në trajtimin e diares dhe problemeve me stomakun. Duke qenë se kanë ngjyrë kafe, hurmat e arabisë konsiderohen ekuilibrues i aparatit tretës. Në përgjithësi, ushqimet me ngjyrë kafe janë të shkëlqyera për tretje. Për më tepër, hurmat forcojnë bakteriet e mira në stomak. Ato parandalojnë dhe trajtojnë problemet e anemisë. Anemia prek shumë njerëz, nevoja e të cilëve për hekur është e madhe. Hurmat janë një burim i shkëlqyer i hekurit dhe i bëjnë ato të domosdoshme kundër anemisë. Ngre nivelin e hekurit dhe konsumi të paktën 3 hurmave në ditë është një zgjidhje shumë e mirë. Ato janë një mundësi shumë e mirë për kockat, gjakun dhe sistemin imunitar. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm në parandalimin e problemeve të trupit. Këto minerale janë të nevojshme për të mbajtur kockat e forta dhe gjakun e shëndetshëm. Përveç shijes, kjo është një arsye më tepër për të konsumuar 3 hurma në ditë. Së fundmi, por jo nga rëndësia, hurmat e arabisë janë të mira për shëndetin, ndonse ka nivele më të larta të fruktozës. Edhe në nisja e ditës me këtë produkt do të mbaj larg nivelet e larta të sheqerit, duke përfshirë edhe element ushqyes për trupin tuaj. Konsumi i hurmave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer gjithashtu edhe për sistemin nervor. Sistemi nervor përfiton nga hurmat për shkak të niveleve të larta të kaliumit në to. Shëndeti kardiovaskular gjithashtu do të përmirësohet. Hurmat e mbajnë zemrën e shëndetshme. Nëse i fusni në ujë gjatë natës dhe i shtypni lehtë në mëngjes, para konsumit do t'japë rezultate të mira në forcimin e zemrës. Hurmat ulin rrezikun e atakut në zemër duke zvogëluar nivelin e kolesterolit në gjak. Mjafton të konsumoni hurmat 2 herë në javë për një zemër më të shëndetshme. Hurmat janë të pasura plot me energji. Mjafton vetëm gjysmë ore pas konsumit të hurmave dhe do të ndjeheni energjik. Për shkak të niveleve të larta të mineraleve, hurmat janë perfekte për njerëzit që vuajnë nga anemia. Ato janë plot me hekur dhe si rrjedhoj personat përfitojnë nga energjia dhe forcojnë gjithashtu më shumë trupin. 1 kilogram hurma përmban 3000 kalori, kaloritë e hurmave janë në fakt të mjaftueshme për të plotësuar nevojën ditore të organizmit. Sistemi i tretës do të përmirësohet me përdorimin e tyre. Kriprat minerale që gjendet te hurmat e arabisë ofrojnë edhe një forcë të kockave në luftën e simptomave të dhimbjeve dhe sëmundjeve kockore dhe lehtësojnë një sër problemesh të sistemit tretës. Ato janë të mira ndaj alergjive të stinës. Një tjetër fakt interesant është se hurmat e arabisë kanë në përmbajtje të tyre sulfur organik, por nuk është një element i zakonshëm që mund të gjendet lehtë te ushqimet e tjera. Por ky element lufton reagimet alergjike ndaj alergjive të stinës. Normalisht, nuk këshillohet të hani vetëm hurma, por nëse jeni të dobët dhe të hollë dëshironi të vini muskuj, të jeni energjik, atëherë duhet t'i përfshini ato. Përveç vlerave të jashtëzakonshme, duhet të keni kujdes, duke qenë se sipërfaqja e hurmave është e lëmuar dhe ato mund të ofrojnë shumë sheqer, duhet t'i konsumoni gjithmonë brenda sasive të lejuara. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.